Përshëndetje të gjithëve, sot do shohim 5 makina nga Facebook Marketplace, po unë për vete e përdor shumë. Gjenë ofertat mira, sa aty zakonisht blen nga njerëz, kur blen nga njerëz ti merr edhe më lirë se nga tregtarët zakonisht. E nisim me këtë Porsche Cayenne Turbo S, gjenerata parë, ka jeni më i shtrenjtë që mund të merresh atëherë, është i 2004-s. 520 ku e fuqi, për strada më e shpejt, në atë kohë rival ka pas më lë 55-ën me një 355 kuaj, X5-ën 48 isë dhe ajo me një aq 360 kuaj sa ka pas. Kjo ka qenë me 520, do më thonë ka qenë raket fare për atë kohë, shumë e shpejt. Kjo këtu tashi ka goxha probleme, si i ka shkujt ky burri huj, edhe ka përplas para, po ja ka ndru këto para kolbin, ja ka vu këto pjesët, po thjesht do ly, po për çmimin 1600 pound që e shet ky, duket si shumë lirë. Tashi i ka shkujt me radhë ky se qa gjona shka, ajo boosteri i frenave si puno, radiatori kondicionerit, i ka ca gjona. Kjo është ai që e merr është si tip projekti, ose me t'u dash pjesët, me pas një turbo S më të mirë se kjo, me 1600 pound që bë kjo, edhe motorin vetëm me ja ble, i shko më shumë ma mërmenje. Po këto më pëlqen, këto gjeneratat e parë të Cayenne'it më pëlqen, turbo S-ja, sidomos me gjetë në një nga ato që janë me gomë mrapa, ato janë të rralla fare, ato vetëm në Dubai mund t'i gjesh. Ka edhe raste që e shefi makinë dhe ajo ka pas historik përplasje, ka qenë kategori S, kategori N, kategori D, C, L, në varësi dëmtimit. Shumë herë këto që i shesin nuk i tregojnë këto gjona edhe nuk e merr dot vesh se ajo është i riparu edhe në pamje të parë duket në rregull. Për shembull ma çoj shok që donte me blej më tresh e 90, edhe ma çoj me foto, kjo këtu. Kështu duket shumë e pastër, shumë e mirë, manual. I kishte bo edhe shërbimaj, se i kishte shkujtu ky që i kishte pas. Mu po më duket pak si shumë e mirë për të qenë e vërtet. Ta fusim targën te Car Vertical edhe ta shohim raportin si do na dale. Nëse keni një makinë që jeni tu e pa për vete për ta ble, mund të futeni te Car Vertical dhe përdorni kodin ALCAR20 edhe u jep 20% ulje, ose klikoni te linku poshtë te video edhe automatikisht e keni me 20% ulje raportin e makinës. Ose disa mund t'i blesh dhe grupe kanë si ofertë ato 3 raporte e merr pak më lirë. Car Vertical është platformë globale që kontrollon gjithë historikun e makinës, serviset, ndryshimet e pronarëve, historikun e aksidenteve, nëse është marrë me kredi, se po e bleve makinën edhe është me kredi makina të ngel ty ajo pjesa për ta paguajt, a është përdor si taksi, mbledh databasat nga më shumë se 40 shtete të botës edhe ta jep raportin aty në fund. Edhe momentin që marrë, ta jep gjithë raportin aty. Ja për shembull, ne na hapi, edhe kjo pasaj qenë e përplasme, janë edhe fotot, pasaj qenë anash komplete përplasme, me airbag të hap të para mrapa, të sedilja është jap airbag-u, para kolbi para edhe ai prish, feneri, goma është amortizator të BSD-n prish ta i krah, pas ka pas i çik si goditë, dhe të spostu, dhe të përplasme në barrier besoj nga ky pozicioni. Po kjo ndiko të vlera makinës direkt. Edhe i blerësi që do e marrë makinën edhe i do e shofe, se këto nuk janë makina të lira, se po merri makinë 1000 pound që për punë edhe si intereso fort. Kurse te këto të mirat, lëviz goxha në vlerë, ajo që është me kategori edhe ajo që s'është me kategori, ajo që është e përplasme edhe ajo që s'është e përplasme. Miljet i ka kështu konsistente këto vitet e fundit s'ka bo fare, se t'jep kjo edhe miljet tu. S'pas ka hec, s'është përdor hiç. Kjo është 2 herë del në kategori këtu, kategorisë, nga 2008 që është regjistru deri në 2018 ka pas njëtin pronar, pastaj 2018-2019 kur është përplas, se ta jep edhe kur është përplas 2019 nga qenë tjetri, i vit, i treti që e ka tani që pas të nxjerrë në shitje, e ka marrë përplasme, e ka rregullu, edhe e ka nxjerrë në shitje. Kjo s'pas ka qenë e vjedhme, edhe kilometrat i pas ka të veta. Tani në momentin që e di këtë informacion, që për që e dhëmë dhe që këti shoku tim, e ti prapë në qofse duket e mirë, të paktën mund të negocioje në çmim, sepse i thot ati burrit huaj, shqipe se ti e ketë përplasme ka pas atë edhe duhet me ul pak çmimin,
Ose se blen edhe fare, nëse doj makinë të pastër për vete, se merr këtë, shef në tjetër, edhe pse mund të boje pak më shumë, po e di që e merr të pastër. Kështu që është shumë e rëndësishme, sidomos për makina të mira, me i boj kontroll, ndaç me numër shasie, ndaç në Angli me targë ka dhe më kollekt, u fut direkt targën e ta njeh direkt. Tani makina e tretë, kjo është në Kanada, është e veçantë, sa si bën letrat në Shqipëri. Letrat nuk i bën në Shqipëri sepse nuk është Euro 4, ma mërë mja se është Euro 4 e 2001-shit, dhe jetë Euro 3. Ka që janë dhe Euro 4, për jo kjo s'është. Po prapë e kom rritë se mu duke veçantë edhe goxha lirë. Seria 3 e 26 e 2002-shit, po me motor LS swap 6 mish, edhe kamin e ka bo swap, a edhe kilometrajnë e ka bo swap, dhe e këtë morë nëj Chevrolet Silverado, që janë këto kamionçinat atje. Limited slip differential me intake, me gjitha gjonat i ka bo ky. Po është shumë lirë, vetëm hak punë besoj sa mund të shkoje. Kjo është si projekt i lezetshëm, se është edhe kabrio, edhe ke zhurmën e vëtetës, e 26 s'ka pas vëtet fare të frume. Tani ajo nuk do jetë mo aq e lehtë përpara se këtë atë balancën që ka me motorin e vet, se tash në vend motorit 6 pistonësh ka vëtetën edhe ka më shumë peshë para, po prapë është më gallat se do ketë tork më shumë, ja xhiro gomat kollaj fare. Me pas mundësi me buk të në Shqipëri me letra, kjo ja vle për kaq lek sa është. Se ka hedh lek ai tjetri, atje e ka marrë ai humbin për sipër. Se këto projektet kështu shkojnë zakonisht. E nis, mund të ketë 3-4 projekte tjera ai që i ka bo, po prap shumë e bukur kjo, edhe desha ma e përmend se ishte si e veçantë edhe e lirë. Tani e radhës, makina e 4 në listë është makina amerikane, po këtu në Angli, është Chevrolet El Camino, të i kam pas qef për herë, mundësisht pak më të vjetër, kjo është 77-ës, janë ato të 71-shit, janë me drita trumllakta, po edhe kjo është shumë e bukur. 11.500 pound të ky burri huj, 5.7 benzin, V8 normal. Këtu në Angli s'kan MOT fare edhe taks rrugë, janë exempt, nuk kur e bën një farmoshe, s'kan nevojë me bëu hiç, edhe inshurancën e bë për makina klasike, çka lirë, po s'kena Terezi herë, po më pas ja vlema e majt edhe na njësi puna kësaj. Tash kjo ka nevojë për ta bë akull fare, ka nevojë për me hull lek prap mrena. Po nuk është keq, edhe kështu siç është, e shijo. Makinat veçanta janë këto. Këto edhe Ford Ranchero, edhe ato janë të ngjashme si formë, si edhe pick-up tek der, edhe makinë vogël, ose ca Volkswagen e kanë qenë, se ma e me nemin, kanë qenë ca Volkswagen me këtë lloj forme. Po normal jo vëtet. Po e veçantë është kjo. Si te El Camino i Breaking Bad, që e kanë bo filmin El Camino, mas Breaking Bad. E pesa është shumë e veçantë, është Lotus Exige i 2006-ës. Kjo nuk është legale për në rrugë, në Angli, në Shqipëri besoj e bo legale, e bo me letra, ma mërmenje. Po kjo ka qenë makinë në pronësit Lotusit, ka qenë kështu për development, edhe është përdor vetëm pistë, edhe kanë provu këto pjesë të reja që i ka vu Lotusi, që ka projektu pjesë të reja e ka testu të kjo. Gjonat që kanë hu të kjo ato, po t'i vlerësosh me lek, ajo bot 3-4 herë sa që bo kjo makina në shitje, ka shumë pak kilometra, 19.200 kilometra, në kratë majtë, për makinë për të hecë, për performancë, për pistë, për të knaqë, kjo është makinë e lehtë, sportive, mund t'jetë ndër më të mirët në botë. Lotusi për herë për handling ka qenë më e mira. Kjo është me roll cage me të gjitha, manuale normalisht. To me supercharger janë, motor Toyota me supercharger. Ka dhe hood scoopin lartë. Është makinë e lehtë, jo më pak si i ton djetë, besoj. I hiqet timoni, quick release. Se di, tjetë në njoni, ju që keni gjendje, merreni se kjo ja vle. Unë s'kom për momentin, se do i kisha morë vetë, po shumë makinë e mirë. Shumë e veçantë, shef asnjë si këto në rrugë. Tani me që i vene zoom me atë makinën e shokut që donë të me ble, do fusë edhe i tjetër, Porsche 997.2 GT3, edhe me timon kratë majtë. Është në Angli, po nga Bahraini ka ardhur, 85.000 pound, jo se është fort lirë, po ka që kanë çmimin këto paka shumë. 30 ca mijë milje ka, manuale normalisht. Kështu ka qenë në Shqipëri njona RS,
pa ai donte 400 mijë në Shqipëri, kjo është 85.000 pound. S'është RS, po nuk është keq. Është pikë 2, kështu që shumë e mirë. Shumë e bukur. Si specifikim mirë, kjo e kuqe me këto frenat me nofullat e kuqe, perfekt. Shumë makinë e bukur, edhe mrena shumë e pastër, edhe këto kilometrazhit cross-coating, to gauges të kuqe mrena. Normal, edhe mrapa sendileve kuqe, Alcantara kompleta. Kjo ka shku në Bahrain, nuk është se është kursy, besoj, sheiku që ka morë atje, me sport chrono, këta të kuqe këto detajet, që sa të bukur e ka, perfekt, s'ke që e thu. E blej këta dhe me këta nuk hu mas lek, sa e s'bese si i bje vlera. Të GT3-shat, GT3 RS-t, GT2-shat, GT2 RS-t s'kapen fare, po edhe këto, të janë me motorin 3.8, me aspirim flat 6, 400 sa ku e 415, s'kan nej shumë ku e fuqi, po gjiro dhe në 8.000, ta kalo 8.000, përgjigjet që në sekund, throttle response, ndërmot mirat. Shumë e mirë kjo, pranaj sërisha do të pa e të regu se rri e shof. Kom rrujt aty e shof kot, jo se s'kena lek për ta ble, po shifeni edhe ju me këtë rast. Të regoni si ju duken këto makina, kush u pëlqeu, që se keni edhe ju na një këshu, që i keni bo save najt mirë, me qoni t'i shof edhe unë. Ja qem njëni tjetrit në pamundësi për t'i bleje, pak të një shkëmbejmi, i shofim që kena rrujt se cili. Shpresoj t'u ketë pëlqyer si video, nëse s'keni bo subscribe boni, shifemi video në radhës. Mirupafshim.